Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka inspektuar nga afër punimet në bulevardin Skënderbeu në qendër të qytetit, ku në një segment rrugor prej 1 kilometrash po punohet për riasfaltimin e tij. Në prononcimin për mediat, kryebashkiaku u shpreh se kjo është një punë e planifikuar që vjen pas ndërhyrjes së Bashkisë Shkodër dhe Ujësisë Kanalizime për kolektorin në qendër të qytetit, i cili zgjidh një herë mirë problematikën e përmbytjeve në këtë zonë sa herë kishte rreshje shiu. Është një ndërhyrje komplekse në zemrën e Shkodrës, në bulevardin kryesor Skënderbeu. Pasi kemi pas disa ndërhyrje në lidhje me kolektorin kryesor, kur siç e dini ka qenë një nga problemet e qytetit gjatë kohës së rreshjeve, lidhja e gjithë kanaleve, krijimi i një rrjeti të mirëfillt të kanalizimit ishte puna e parë e cila mbaroi. Dhe tani po vazhdojmë me asfaltimin e gjithë aksit, është gati 1 kilometër gjatësia e këtij aksi që do të përfundojë në 2-3 ditë. Sigurisht ka qenë një kohë pak pak probleme me trafikun dhe kërkojnë ndjesë banorëve për këtë periudhë, por besoj se është një nga investimet më të rëndësishme dhe dinjitoze do thoja për Shkodrën në këtë aks kryesor të saj. Në fund të muajit janar, ndërmarrja e shërbimeve publike e Bashkisë Shkodër së bashku me ndërmarrjen e Ujësisë Kanalizime nisën punën për sistemimin e plotë të rrjetit nëntoksor të ujrave të shiut në këtë zonë e cila ishte kthyer në një problematik prej vitesh. Pas përfundimit të plotë të kësaj ndërhyrje, tashmë Bashkia Shkodër ka nisur riasfaltimin e plotë të gjithë segmentit nga sheshi Demokracia, si dhe përgjatë gjithë bulevardit Skënderbeu.